qishme të Ballkanit Perëndimor. Qasja e Bashkimit Evropian që ditën e parë që është hapur Shqipëria ka qenë pozitive. Pasi lloj diskutimi, se ka pas hipoteza ndoshta justifikuese nga politika ose opinione ndryshme, që nësi ka, që ne nuk andarësohemi se kemi shumicën musliman. Këto janë pralla. Këto janë pralla të një nate vere, William Shakespeare. No, s'është fare vërtet kjo. Nuk kemi plotësuar kriteret. Unë jam profesor në universitet, nëse një student adorëzon fletën e bardhë, falë, si do ta kalosh? Kështu që ne kemi pas probleme të jashtëzakonshme. Kemi pas mundësi të jashtëzakonshme. Nëse rikthehem në fillimet e demokracisë, unë kam qenë përfaqësues i Shqipërisë për telekomunikacione në Komisionin Evropian, edhe në të gjitha raportet ndërkombëtare, Shqipëria ishte në top 5, pra ishte në 5 vendet për sa i përket reformave. Pra ishim paralel me Çekin, me Poloninë, me Hungarinë, dhe ne duhet të ishim andarësuar që në vitin 2004. Por ndodhi 97, si që jemi ne, dhe kthesh 20 vite pas. Dhe pastaj gjithë të historitë e politikave shqiptare, interesat leadershipit personale, familjare, shoqërore, klanore mbi interesin kombëtar, dhe ja ku jemi sot.